SPAK, BKH dhe Policia e Shtetit përfaqësuar nga forcat operacionale dhe FNSH zhvilluan dje një aksion në Shkodër, vau idejës dhe malësi të madhe, duke kryer kontrolle dhe sekuestrime në kuadër të goditjes së blerjes së votave. Nuk është sekret që subjekti i këtij operacioni është banda e blerjes së votave të emblemës së krimit dhe korrupsionit në Shqipëri, Tom Doshi. Banda e tij po hetohet nga prokurori i SPAK-ut Dritan Prençi. Prokurori Prençi është saktuar nga Altin Dumani për të hetuar krime zgjedhore në qarkun e Shkodrës. Përmes parave të tenderëve, kontrabandës, lojrave të fatit dhe sigurimit të lejeve të ndërtimit të AZT-s për biznesmen të ndryshëm në këmbim të parave, Tom Doshi dyshohet se ka hedhur miliona euro në këtë zgjedhje me qëllim për të marrë disa mandate. Për t'ju imponuar më pas Edi Ramës në qeverisje duke i kërkuar një pjesë edhe më të madhe të pushtetit, edhe pse Rama gjatë këtyre 12 viteve i ka dhënë Tomës monopolin e ilaçeve, 2.7 mijë tender në shëndetësi, leje të ndërtimit, llotot sportive të palishme, mira vende pune, drejtorie të tjerë. Tom Doshi ka funksionuar si një shtet brenda shtetit. Gjatë kësaj fushate elektorale, Doshi sulmoi kryebashkiakun e Shkodrës Benet Beci, pasi Beci refuzoi t'i dorëzonte bashkinë ndërsa tentoi t'i bënte shantazh Edi Ramës, duke akuzuar se është peng i krimit dhe korrupsionit, se nuk bënte dot qeveri pas 11 majit pa votat e tij e të tjerë. Shqiptarët i dhanë një tjetër mandat të fortë Edi Ramës, duke e bërë Tom Doshin të panevojshëm për mandatin e katërt. Edhe pse Rama gjatë mandatit të parë, të dytë dhe të tretë nuk ka pasur nevojë për votat e tij për të mbajtur pushtetin. Hedhja e parave të pista nga Tom Doshi për të bler vota rezultoi një investim i dështuar, pasi me 3 mandatet e tij nuk mund të imponohet Edi Ramës. Por krahas shpenzimit parave, Doshi tashmë ka disa llogarit hapura me SPAK-un. Antarët e bandës së tij të blerjes votave janë kapur nga SPAK në fragancë nga Kuksi deri në Fier. Prokurorët e SPAK-ut e dinë se koka e skemës së blerjes së votave është Tom Doshi, por për ta goditur penalisht duhen prova. Ditën e djeshme, një skuadër e BKH-s dhe policia ka ndaluar në rrugë me makinë dhe i kanë sekuestruar telefonin shoferit të Tom Doshit. Ai dyshohet se ishte pjesë e skemës kriminale dhe kishte rol ndërlidhës. Në telefonin e tij besohet se ka të dhëna me vlerë për hetimin dhe që i çojnë hetuesit drejt Tom Doshit. Pas këtij veprimi hetimor, Tom Doshi duket se e ka ndier rrezikun e rrethimit nga SPAK. Sipas burimeve ndaj prokurorit të çështjes Dritan Prençi, ka nisur kërcënimet përmes mesazheve verbale dhe mesazheve të koduara me natyrë mafioze. Pas kërcënimeve, sipas burimeve, pjesë e hetimit të bandës së Tom Doshit pritet bëhet edhe kreu i SPAK-ut Altin Dumani, makthi i kokave të krimit dhe korrupsionit në Shqipëri.